Horoskopi ditor, 11 dhjetor 2025, Dashi, sot energjitë janë ideale për të zgjeruar imagjinatën dhe për të rikthyer besimin te një projekt ose ide që ndoshta nuk dukej se po ecën. Merkuri i harmonizuar me Neptunin të bën më të hapur ndaj ideve të reja dhe të frymëzon për të parë gjërat më në thellësi. Merkuri hyn në sektorin tuaj shpirtëror dhe do të qëndrojë aty deri më 1 janar. Ky tranzit filloi më 29 tetor dhe nuk u përfundua nga 18 nëntori për shkak të retrogradës. Gjatë kësaj periudhe, mendja juaj do të jetë në formë të shkëlqyer për të menduar në mënyrë të gjerë dhe për të zgjeruar horizontet tuaja. Do të ndiheni më të gatshëm për të ndarë idetë dhe besimet tuaja me të tjerët. Dhe kjo periudhë ju nxjerr jashtëzakonisht të frymëzuar për të kuptuar jetën dhe botën përreth jush. Çdo studim ose interes që e keni lënë më njanë muajin e kaluar tani mund të rifillojë me sukses. Ky është një cikël i shkëlqyer për një perspektivë optimiste dhe për të ndjerë rritje personale. Demi, sot energjitë janë të favorshme për të gjetur përgjigje ndaj dilemave emocionale që ke hasur së fundmi, edhe pse mënyrat se si arrin tek përfundimet mund të jenë jo tradicionale. Është një kohë e mirë për të ushqyer një ëndër ose një dëshirë që të rëndon zemrën. Merkuri hyn në sektorin tënd të intimitetit dhe do të qëndrojë aty deri më 1 janar. Ky tranzit kishte filluar më parë nga 29 tetori deri më 18 nëntori, por u ndërprer për shkak të retrogradës së Merkurit. Gjatë javëve në vijim, do të ndihesh më i tërhequr për të përfshirë më shumë pasion dhe angazhim në projekte, studime, biseda dhe mendime. Kjo periudhë është shumë e favorshme për konsultime, hulumtime dhe analiza të thelluara. Ka gjasa të bësh zbulime të vlefshme për atë që të motivon dhe për burimin e energjive tua. Binjakët, sot nuk është dita më e mirë për të përballuar çështjet më të vështira, por është e përshtatshme për të krijuar lidhje më të thella dhe për të arritur një mirëkuptim më të madh me dikë, madje edhe nëse kjo ndodh pa fjalë të shprehura. Kjo është një periudhë që mund të sjellë qetësi dhe mirëkuptim në marrëdhënie. Merkuri hyn në sektorin tënd të partneritetit, tranzit që filloi nga 29 tetori deri më 18 nëntori, por u ndërprer për shkak të retrogradës. Tani dhe në javët e ardhshme, bisedat që mbeten të papërfunduara mund të rifillojnë, ose informacioni që të shpëtoi muajin e kaluar mund të dalë në pa. Ky është një moment i shkëlqyer për të hapur kanalet e komunikimit me partnerin. Një mik të ngushtë ose bashkëpunëtor të rëndësishëm. Njerëzit që të rrethojnë mund të ndihmojnë të lidheni më mirë me idetë dhe ndjenjat e tua. Bisedat me ta ndezin mendjen tënde dhe të japin perspektiva të reja, si thonë edhe popullore. Biseda e mirë është si drita e diellit për mendjen. Përmes ndërveprimit të drejtpërdrejt me të tjerët, mund të mësoni shumë për veten dhe të kuptoni më mirë marrëdhëniet që ju rrethojnë. Gaforia. Sot tranziti i Merkurit me Neptunin mund të sjellë lajme ose të konfirmojë një intuit që të përmirëson humorin dhe të ngrejë energjinë. Mund të ndihesh i frymëzuar dhe i qetë për të vepruar në bazë të instinktit tënd. Merkuri hyn në sektorin tënd të punës dhe shëndetit, ku do të qëndrojë deri më 1 janar. Për këtë arsye, planet dhe projektet që u nisën muajin e kaluar dhe u vonuan për shkak të mungesës së informacionit tani mund të ecin përpara ose të fitojnë vrull gjatë javëve në vijim. Edhe pse kjo periudhë nuk është gjithmonë ideale për komunikim të qetë dhe të rrjedhshëm, ajo është e shkëlqyer për përqendrim në detaje, organizim dhe analizë të thelluar. Si thonë edhe popullore, kujdesi në detaje sjell suksesin e madh. Pra, është momenti i duhur të rishikosh planet, të përfundosh detajet e papërfunduara dhe të sigurosh që gjithçka të ecë sipas rrugës së duhur. Luani, sot energjitë janë të fuqishme për të parë një problem nga një këndvështrim më pozitiv dhe për të gjetur zgjidhje kreative. Një intuit mund të të udhëzojë drejt rrugës së duhur, ose një ide dhe bisedë të frymëzon. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të kuptuar ku mund të kesh humbur teren për shkak të dëshirave ose pritshmërive jo reale. Merkuri hyn në shtëpinë tënde të 5, kreative dhe të lojës, ku do të qëndrojë deri më 1 janar. Gjatë javëve në vijim, do të jesh në një pozicion të shkëlqyer për të avancuar projekte dhe aktivitete argëtuese. Do të ndihesh më i sigurt për të ndarë idetë dhe mendimet e tua me të tjerët.
dhe mund të dallohet për pikpamjet unike ose inteligjencën tënde. Krijimi i mënyrave për të përmirësuar anën spontane, kreative dhe argëtuese të jetës tënde mund të jetë një temë kyçe në këtë periudhë. Birgjëresha, sot energjitë ju nxisin të shihni gjërat nga këndvështrime të ndryshme dhe të mësoni nga perspektiva të ndryshme, dhe pikpamjet tuaja mund të frymëzojnë dikë tjetër. Kuptimi i diçkaje që më parë dukej e paqartë mund të sjellë dritë dhe qartësi në mendimet dhe veprimet tuaja. Merkuri hyn në sektorin tuaj të shtëpisë dhe familjes, ku do të qëndrojë deri më 1 janar. Ky tranzit ofron mundësinë për të rifilluar biseda, projekte ose plane që lidhen me familjen dhe jetën në shtëpi. Planet ose projektet që ishin vonuar muajin e kaluar mund të fitojnë vrull tani. Është një periudhë e shkëlqyer për të menduar thellë, për të reflektuar mbi mënyrat e vjetra të veprimit dhe për të rinovuar metodat që përdorni në shtëpi ose në marrëdhëniet familjare. Si thon edhe popullore, kush e njeh shtëpinë e tij, njeh edhe veten. Pra, duke u fokusuar tek detajet dhe organizimi në jetën e përditshme, mund të krijoni një bazë të fortë për harmoni dhe përparim. Gjithashtu, ky është momenti ideal për të dëgjuar më shumë të afërmit dhe për të marrë këshillat e tyre. Bisedat me ta mund t'ju sjellin zgjidhje për situata që dukeshin të vështira. Në këtë mënyrë, njohuria që fitoni sot mund t'ju shërbejë për muajt e ardhshëm dhe për vendimet që duhet të merrni në shtëpi dhe familje. Peshorja, sot mendja jote mund të çojë në vende të imagjinatës dhe krijimtarisë, duke të dhënë mundësinë të eksplorosh ide të reja pa u ndjekur nga një rutinë e rreptë. Ditët si kjo janë të nevojshme për zbulim të lirë dhe për të ushqyer mendjen me ide dhe perspektiva të ndryshme. Merkuri hyn në sektorin tënd të komunikimit, ku krijon një rrjedhë të natyrshme për të mësuar, për të lidhur me të tjerët dhe për të komunikuar. Tani dhe gjatë javëve në vijim, projektet që ke lënë të papërfunduara mund të rifillojnë, ndërsa informacioni që të duhej për të ecur përpara mbërrin në kohën e duhur. Po ashtu, do të kesh më shumë mundësi të eksplorosh interesat personale që i kishe filluar më parë. Por nuk i kishe ndjekur ende, Merkuri funksionon shumë mirë në këtë pjesë të hartës tënde, dhe edhe pse përqendrimi mund të mos jetë gjithmonë pika jote më e fortë në javët e ardhshme, do të grumbullosh shumë informacion të dobishëm që mund të shfrytëzosh për projekte, marrëdhënie dhe zhvillimin personal. Si thon edhe popullore, fjalët e duhura hapin dyrë që mendimi i ngurtë nuk mund t'i hapë. Përdor këtë periudhë për të komunikuar, mësuar dhe për të çuar përpara idetë tua. Akrepi, sot mund të ndihesh i frymëzuar dhe të përdorësh këtë energji për të arritur një qëllim praktik. Bisedat mund të jenë inkurajuese dhe mendimet e tua janë pozitive, duke zgjuar mendjen e lartë dhe duke hapur mundësi të reja. Merkuri largohet nga shenja jote dhe hyn në sektorin tënd të burimeve dhe financave. Gjatë javëve në vijim, do të shohësh financat nga një këndvështrim i ri dhe i freskuar. Kjo është një kohë e mirë për të rritur të ardhurat përmes komunikimit, rrjedhëzimit, ndarjes së ideve dhe rekomandimeve gojore. Është një nga periudhat më të favorshme të vitit për ide fitimpruese, po ashtu, është momenti ideal për të u përqendruar tek çështjet praktike dhe për të bërë plane konkrete. Si thon edhe popullore, mali nuk shkon te Muhamedi, por Muhamedi shkon te mali. Pra, vepro me strategji dhe planifikim, dhe do të shohësh rezultatet që dëshiron. Kjo periudhë është e përshtatshme për të organizuar financat, për të përmirësuar mënyrën e menaxhimit të burimeve dhe për të vendosur bazat për suksesin afatgjallë. Shigjetari, tranziti i Merkurit me Neptunin sot mund të sjellë një intuit që konfirmohet ose një ide që të frymëzon dhe të udhëheq drejt veprimeve të duhura. Mendimet dhe ndjesitë e tua tani kanë kuptim të qartë dhe të japin udhëzime konkrete. Merkuri hyn në shenjën tënde dhe do të qëndrojë aty deri më 1 janar. Gjatë kohës që ishte jashtë shenjës, kishe pasur mundësi të reflektosh, të rishikosh dhe të mendosh 2 herë për disa gjëra. Tani je në një pozicion të shkëlqyer për të shprehur veten, për të marrë vendime më të qarta dhe për të tërhequr vëmendjen e të tjerëve me komunikimin tënd. Do të ndjesh një shpërthim të energjisë mendore, dhe projektet që muajin e kaluar nuk morën vrull, tani fillojnë të avancojnë. Si thon edhe popullore,
Kur mendja është e qartë, rruga bëhet e lehtë, shfrytëzo këtë periudhë për të marrë vendime të zgjuara dhe për të çuar përpara idetë dhe projektet e tua. Britsjapi, aspekti i Merkurit me Neptunin sot mund të konfirmojë një intuit të fundit dhe të sjellë qartësi në disa çështje. Po ashtu, lidheni me të tjerët në mënyra të lumtura dhe kreative, duke hapur mundësi për bashkëpunime dhe ide të reja. Merkuri hyn në sektorin tënd të privatësisë, ku do të qëndrojë deri më 1 janar. Ky tranzit kishte filluar më 29 tetori, por u ndërprer nga një retrograd dhe më 18 nëntor Merkuri u tërhoq në sektorin shoqëror. Tani dhe gjatë javëve në vijim, do të kesh mundësi të rishikosh projekte, të punosh prapa skenave dhe të marrësh një pushim nga mbi ngarkesa mendore. Do të shohësh jetën nga një kënd i ri dhe do të vëresh informacion që mund të kishte shpëtuar më parë. Ndoshta sepse ishe shumë i zëm për ta vënë re. Kjo është një periudhë e mirë për të menduar me kujdes dhe për të përfunduar projekte që janë vonuar, pasi përfundimi i tyre mund të marrë rëndësi të madhe tani, si thonë edhe popullore, kush punon prapa skenave, sheh më shumë sukses në skenë. Pra përdor këtë periudhë për reflektim dhe organizim, sepse rezultatet do të jenë të dukshme. Ujori, sot fokusi yt është tek qëllimet që të bëjnë të ndihesh më i lidhur me botën përreth. Intuita jote mund të sjellë një dimension të ri në një situatë dhe të hapë syt për mundësi që nuk i kishe vënë re më parë. Merkuri hyn në sektorin tënd shoqëror, ku do të qëndrojë deri më 1 janar. Ai ishte aty nga 29 tetori deri më 18 nëntori, por më pas u tërhoq për shkak të retrogradës. Tani që Merkuri është rikthyer, je në një pozicion të fortë për rrjedhim dhe për të zgjeruar lidhjet me miq, bashkëpunëtor dhe rrjete profesionale. Projektet që ke nisur muajin e kaluar po marrin vrull dhe po gjen informacionin e duhur për të çuar përpara iniciativa të reja. Kjo periudhë favorizon marrëdhënie më të relaksuara me bashkëpunëtorët dhe miqt, si dhe stimulon mendime inovative dhe sipërmarrëse, si thonë edhe popullore. Kush di të lidh duart me të tjerët, lidh rrugën e suksesit. Përdor këtë periudhë për të forcuar rrjetin social dhe për të avancuar idetë dhe projektet që ke nisur. Peshqit, tranziti i Merkurit me Neptunin sot të ndihmon të shohësh anën pozitive të gjërave, duke përmirësuar humorin dhe energjinë tënde. Ai mund të tregojë gjithashtu një mundësi për një marrëveshje ose bashkëpunim me dikë të rëndësishëm për ty. Merkuri kthehet në pjesën e sipërme të hartës tënde diellore, ku do të qëndrojë deri më 1 janar. Gjatë javëve në vijim, do të jesh në një pozicion të shkëlqyer për të ndarë idetë dhe mendimet me të tjerët, veçanërisht në ambiente publike ose profesionale. Projektet dhe idetë që u vonuan muajin e kaluar tani fitojnë vrull dhe ke mundësinë të përfundosh detajet për objektivat dhe planet afatgjata. Ky është një cikël i fuqishëm për të organizuar mendimet, planet dhe synimet, duke krijuar një bazë të fortë për realizime të mëtejshme. Si thonë edhe popullore, mendja e qartë bën rrugën të lehtë, përdor këtë periudhë për të planifikuar, organizuar dhe për të përparuar me sukses.